Vazhdojnë të jenë të bllokuara punimet në portin e ri detar të Vlorës. Bëhet fjalë për portin në Triport, ku sikundër po ndiqni pamjet, prej një muaji e gjysmë këtu nuk punohet. Kantieri ka mbetur i hapur, ndërsa firma është larguar bashkë me mjetet e rënda dhe fuqinë punëtore. Mësohet se firma është spostuar në drejtim të aeroportit të Vlorës, ku është duke kryer aty punime, por duke lënë kështu një kantier të hapur dhe duke mos zbatuar afatet sa i përket këtij investimi shumë të rëndësishëm, sikundër është porti i ri detar i Vlorës. Në Triport do të realizohet investimi për të mundur ndërtimin e portit të pasagjerëve, por edhe një port dedikuar peshkimit. Megjithatë, punimet po ecin me hapin e breshkës, edhe pse ato rinisën në muajin janar, pas një bllokimi në fund të vitit të shkuar, u duk se do të ecnin me ritme, por prej një muaji gjysmë gjatë fushatës nuk u punua më në këtë territor dhe në këtë kantier ndërtimi, duke bërë që të mos respektohen edhe afatet përfundimtare të zbatimit të këtij projekti. Porti i ri detar i Vlorës në zonën e Triportit është mjaft i rëndësishëm dhe duhet të përfundojë në kohë, madje edhe më shpejt nga afatet e përcaktuara, për shkak se porti aktual në zonën e Skelës do të dalë jashtë funksionit, pasi ai po kthehet në një port jachtesh. Megjithatë, firma e cila ka ikur në drejtim të paditur mbetet që t'i rikthehet punimeve për të çuar deri në fund zbatimin e këtij projekti të rëndësishëm.